Si të shpëtojmë nga thembrat e qara, këshilla për këmbë të lëmuara dhe të kuruara. Thembrat e qara janë një problem i zakonshëm, veçanërisht pas verës kur këmbët janë të ekspozuara ndaj diellit dhe këpucët e hapura. Një nga trajtimet natyrale dhe të thjeshta që mund të mos e keni provuar më parë përfshin vetëm një ushqim, limonin. Gjithçka që duhet të bëni është të merrni një limon të madh, ta prisni në gjysmë, më pas ta vendosni në thembra, të vendosni çorape sipër tyre dhe ta lini aty për rreth 30 minuta. Acidi citrik ndihmon në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës dhe zbutjen e zonave të vrashta, duke e lënë lëkurën më të butë dhe më të lëmuar. Përveç limonit, kujdesin e këmbëve mund ta kompletoni duke përdorur vajra natyral, si ulliri apo kokosi. Aplikuar drejt për drejt në këmbë ose duar, ato ndihmojnë në rivendosjen e lagështirës dhe parandalimin e tharjes. Rekomandohet të aplikoni një shtresë vazelin ose krem ushqyes menjëherë pas dushit.